Vllaznia Gramshi në futboll për femra është një nga sfidat e shumë pritura që do të luhet të hënën në stadiumin Loro Boriçi në kuadrin e javës së 12 të kampionatit. Kjo sfidë pritet me interes pasi është një përballje mes dy skuadrave të kreu të renditjes. Presidenti Lazar Matia foli rreth kësaj sfide ndërsa u shpreh i bindur se vllaznia do të tregojë vlerat e saj si pretendente kryesore për të shpallur kampion edhe këtë sezon. Realisht nga pikë është rivali kryesor i joni sepse është në vendin e dytë. Mendojmë që është ekip i formatum mas ekipit vllaznisë edhe nga pikë, por edhe nga përballja që ka. Ekip ka kualitete mbrenda, është një ekip më shumë zhurmë se sa punë edhe pse është në vendin e dytë. Ne mendojmë që në rrugën e duhur, ekipi po punon përsëri akoma më shumë se sa edhe në fazën e parë që të ruajnë ritmin edhe ndeshjet e fazë dytë mos kenë as edhe një ndryshim atë të fazës parë, siç janë tana fitore. Edhe të shkojmë në Final Four që ekipi t'japi më të mirë dhe të shkojnë ekipi sa më i plot, kështu që është e qartë, jo tani, por në fillim sezonit, objektivat e vllaznisë janë fitimi i titullit kampion ose më mirë thënë ekipi është i denduar që të fitojë kampionatin. Matia u pyet edhe nëse i druhet arbitrimit në këtë ndeshje, ndërsa ju përgjigjet dhe deklaratës së drejtoreshës së Gramshit, e cila ka thënë se nuk largohet nga Shqipëria pa mposhtur vllaznin. Mendoj që ja ka me vdekë në Shqipëri. Se di, ajo mendimi i saj, s'kam çfarë më bën koment për ta. Pa një ekip i mirë do të bëjnë diferencë edhe nëse një arbitër gabon ose ndeshin keq, mund të jetë edhe objektive ose subjektive. Mendoj që në përballjen e ekipit tonë janë kualitetet që edhe ne gabim të arbitrit me dashje apo pa dashje, mendoj që të jenë pa dashje, do t'i përballojnë ekipin. Një ekip për me luajtur në Evropë, e kam thënë herë tjera, do të pranojnë edhe padrejtësitë në një arbitrit pa nëgjeshëm. Matia kishte një koment edhe për skemën në Final Four që tashmë aplikohet edhe në futbollin e femrave për të dytin vit radhazi. Te futbolli femrë, sidomos këtu, Final Fouri nuk është për mua nuk është produktiv për disa arsye. E para, nuk ka barazi në mes të ekipeve, sepse një ekip që bën diferencën gjatë gjithë kampionatit, ne jemi aktualisht 5 pikë larg vendit dytë në fazën e parë, që mendojmë që kjo distancë edhe mund të thëdhohet, kështu që i bën që ta vëmë kampionatin në garë, ndoshta me një ndeshje që një ndeshje mund zgjidhin gjithçka, që mund të jetë shumë faktor, mund të mos jetë edhe keq i thuti padrejtësia, po mund të jetë edhe fati, mund të jetë edhe momenti i keq i ekipit, kështu që nuk është që për një ndeshje të zgjidhet fati i sezonit, ku një ekip investon për 12 muaj. Por momentin vllaznia kryeson renditjen me 5 pikë më shumë se sa Gramshi dhe sigurisht që skuadra Kuçeplu është pretendentja kryesore për fitimin e titullit kampion edhe këtë sezon.